E kemi kaluar në një moment tjetër. Në një moment tjetër shumë të bukur e shumë të veçantë. Po gjithsesi se ka dhembje. Për 3000 vjet e kemi bredh, ku do në për botë, duke kërkuar fatin edhe më të mirë. Bile këtyre ditëve mor Bajram me mihrie kemi tamam si një dhembje që na përsëritet vit për vit, sikur njerëzit tanë edhe kërkojnë për më mirë, po dhe sa rrim dot që t'ju krijojmë kushtet edhe mundësit që të qëndrojnë në vendin e tyre. Apropo kësaj, në vazhdim do të vini voglushe që ju jap fjalën se do na hyjnë në zemrat tona, do ta mbaj mend gjatë me një recetim të veçantë. Bile kur kemi kontaktuar, kur më kanë marrë në telefon, ka qenë edhe kjo dhënë, se këtyre ditëve edhe kjo do të shkojë. Po për çfarë bëhet fjalë? Do ta ftoj në skenë Enkeleda Bushin. Enkeleda, shkojmë më tej. Po çka ke këtë çantë me vete? Unë kam me ik nga këtu. Po kush po të ndjekë Enkeleda? Pse po don me ik? Se këtu unë e du këtë vend, në Kosovën e du, se është atë dhe utim, por unë du me ikë se s'ka vlerë më këtu. A di që është fjalë, goxha që na shtin më mërzit neve kur thuti se s'ka vlerë tu. Ka vlerë në Keleda. Kemi mri, po s'kemi mri mjaftueshëm, po kena me mri një ditë, a? Po. Po veç ty që t'kena që je ka që mirë, ka që zgjuar, ka që dashur, është boll për Kosovën. Edhe moshatar tu, në cënë klasë je? E dyta. Klasën e dytë, çfarë nxon se je? E shkëlqyer? Po, me 5, kaloj. Krejt 5. Po. Mirë, Enkeleda, çfarë do të na recitosh? Një monolog. Një monolog. Ky monolog ndërlidhet sepse në realitet në familja e Enkeledës do të migroj, do të shkoj në ku do të shkonin? Në Norvegji. Në Norvegji. Edhe sigurisht nuk kemi mërzit se kemi ardhur kur të duash, sepse familja juaj e ka realizuar këtë me vizë. Domethënë ju do ne kena me ardhur prapë në pushime, a di me pushu me me i takue, po, me taku. Me dashamirë. Po, okay. E ke gjyshin? Ha? A e ke gjyshin? Po. Edhe gjyshin? Po. A do të mërzitesh kur ti lësh ata? Pak po. Pak po. Pak po, ha? E po mirë. Megjithatë, mami ka realizuar një vizë, edhe ju familja do të shkoni komplet, babi ishte ishnosh si molla, mundet me punu. Pastaj, masi ti bëni do para dhe ktheheni? Ktheheni na dhën, këta dhëm që thu që e doni shumë? Ha? Sigur thash më herët në pushime se mos s'kena më këthi këtu me jetu për gjithmonë. S'dihet? Nuk dihet? Mirë Enkeled, tashi, si pe preti këtë moment? Apo të pëlqena, apo gëzosha? Apo, a fillojnë do qili pupa këtu me të? Si e mendon qysh keme udhtu, A e mendon qysh keme udhtu? Kur bjen me flaj tyre ditëve, a mendon qysh keme udhtu, qysh keme shku atje, se si keme i njoftu shoqet edhe shokët, a ke fillu me mësu anglisht apo? Jo, njerën kur shkoj atje, flas anglisht, pas mësëni na mësojnë gjuhën norvegjishte. Gjuhën norvegjeze. Do you speak English? Yes. Of course. Yes. Really? Yes. Oh! E pa mirë. Atëherë, unë kisha pas dëshirë që kjo çanta jote, kur të nisesh për në Norvegji, me pas shumë pak gjëra, edhe që të kthehesh shpejt përsëri. Me shumë gjëra. Shpresoj. Me shumë gjëra, edhe ke pas që po bisedojmë shumë edhe me shumë pare, sepse mërgata po na ma, që është e vërteta, Akoma më janë Keleda, janë gjëra të mëdha akoma, Megjithatë, kam dëgjuar se ti reciton shumë bukur edhe neve mezi po presim me na recitu. Faleminderit. Thuja Enkeled. O vendi im i bekuar, ti shtrati im me ëndra shumë, bota ime fëmiris, ëndër e vrar, ende palindur. Më fal, unë sot po ikë nga ty nën, unë sot po shkoj larg
aty ku dielli perëndon e nuk lind, aty ku ëndrat nuk kanë vlerë, aty ku je numër e jo njeri. Më fal Kosovë, por unë po iki se me duket jam me tepërt, me duket jam e huaj në vendin tim. Më fal mësues, ti që më fale, dije, dashuri e pesa. Më fal një shok e shoqe. E di se pa ju lodrat nuk do t'ken kuptim. Më fal shkolla ime, shtëpia ime e dytë. Ti që më strehova betën time. Ti që më mësove ta tua jetën. Më fal një dëshmor, që nuk mund që sjell lule më për lirin që na i sollët. Lam të mira njerëz të mirë, se unë po iki larg nga ti. Më fal dheu i babës, atë dhe, ti që më mban të fshet gjyshirit e sërgjyshirit, ti që nga gjaku e rinë barin e pranverë. Lam të mirë, se unë po iki jo pse nuk të dua, por shumë ta them pse. E tash o nën, o tok i lirë e larë me gjak, a dhe i dheu tim, unë sot po iki larg nga ti. Të mberat të njeroj pa mua, po papa ku do ta shojmë etjen? E qetet ku do t'pi në vjesht? Bora, këndë ta mbuloj për mua. E shini këtu në dorë, nuk kam lodra, as foli, kam një grusht dhe të tokës i lire. Ky dhe do të më mbaj premtimit të them prap. Do të më ngrozëm në ngrirë, e të më qetësoj shpirtin e të rishkuar në letët pa gjumë. Por mos harroni, o njerëz të mirë, se kjo tokë nuk dëron në robëri. Por mos harroni, se një ditë kjo tokë, kjo dhe, nuk do t'ket vaj, as lot, se një ditë kjo tokë do t'ket dashuri, dinitet, shpres, ëndra, jetë. Se një ditë Konstantini do të zgjohet nga varre, do të mbaj premtimin për Doruntinën, për nderin, për nënën, për pragun e kënakut. E atëherë unë do t'ju premtoj se do të vi. Kelinda, zemër, a eshe se të gjithë janë ngritë në kam për ty, për recitimin tënd, që ishte i mrekullueshëm, ishte shumë, gjithë emocionin e shqiptarve kishte brenda. Ai që i ka shkruar këto vargje në realitet edhe ka akumulu shumë leth, e mërzi. Por e vërteta është që duhet mundohemi maksimalisht brenda asaj maksimes, mos pritni shumë çfarë ka bërë atë dheu për ty, çfarë do të bësh ti për atë dheun. Unë, ti, ajo, që të mos dërzohemi para asgjëje, nga se realisht kush e bëjmë shtetin, kush e bëjmë këtë vend, e bëjmë ne. Edhe këta pris me të cilët sikur jemi shumë të zhgënjur, janë vëllezërit tanë, janë miqtë tanë, janë dajallarët tanë. Ne së bashku duhet ta themi fjalën vendimtare, nëse e duam kështu siç e do ti zemër, sepse ta thot Xhaxhi Naimni të vërtet. Arbreshët në Itali për 600 vjet kanë rujt gjuhën
e vetë, edhe kombin, edhe quhen arbresh. Bile quhin vetën gjak i shprishur i shpërndar, por i gjitha këngët i kanë për Shqipërinë. Edhe kur këndojnë, për shembull, Miria e ka këndur dikur një këngë, e bia ime moj, a djeli te ku është, se djeli është Shqipëria, se djeli është Kosova. Ku do që të shkojmë, do të japim vlerat tona, por do të kthehemi në atë vend tonë, apo? E ty të dëshirojmë rrugë të mbarë, zamër. Faleminderit. E me shumë do artrukitje kam e të përcjellë. E ne kemi kaluar në një moment tjetër, do të vinë dy këngëtar, do të vinë një profesor universitar, një zë brillant i botës shqiptare, son të përcjell një këngë të veçantë, që lidhet me festën e shenjtë të Ramazanit, por do të vijë gjithsesi me nxënësin e tij, një zë po ashtu që ka qenë para disa ditësh këtu dhe na ka sjellë emocione të veçanta. Shkodra Antolaj dhe Flutra Lokaj.